Për të ndihmuar fermerët ujitin tokat bujqësore, Bashkia e Korçës është duke ndërhyrë në kanalet e treta kulluese duke i pastruar e larguar mbetjet. Aktualisht po punohet në zonën e Barçit, ku njëkohësisht po ndërhyet në pastrimin e përojit të Barçit në të gjithë gjatësinë e tij, por edhe në kanalet e treta të ish në bës. Kjo ndërhyrje ka qenë një kërkesë vetë fermerëve, të cilët në këtë periudhë, për shkak edhe të mungesës së rreshjeve, kanë nevojë për ujë për të vaditur perimet e mbjella. Po bëjmë pastrimin e kanaleve që shërbejnë për vaditje gjatë bearit edhe gjatë dimrit është për kullim, që kullojnë tokat mos përmbyten nga shirat, nga lumenjt, nga ujërat e dimrit. Pastruam proj. S'ka mbaruar i teri, tash i do vazhdoj edhe këte poshtë. Është që mbi gjadet e lartë është pastruar. Ky kanal këtu ishte emergjencë, kërkesë nga banor? Po, kërkesë nga banor të fshatit se kanë mbill tokat, nga që kanë mbajtur e thatësirë kjo periudhë, kanë mbill jo qepë, jo karotën edhe duan të avaditin me një pjantë. Edhe mirë po nëpërmjet këtij marrin ujë. Pritet që gjithë ndërhyrja të përfundojë brenda një periudhe 2 javore.